Përshëndetje miq që na ndiqni këtë emision Udhtim, të cilin e kemi realizuar dhe po realizojmë prej kohësh me mikun tim të hershëm Agustin Cini. Në udhtimin ton të sotëm ndalim në një stacion të veçantë. Aty ku djersa bëhet krenari, ku fuqia lidhet me shpirtin dhe ku njeriu ngjitet në majat e lavdisë përmes mundit. Historia që do të dëgjojmë është ajo e një djaloshi nga Lesha që mbi supet e veta mbajti jo vetëm peshën e sfidave personale, por dhe peshën e flamurit kuqezi. Ai është Arben Kola, mjeshtri i madh, kampion absolut, emër që nuk zbret nga vitet, sepse mbetet dritë në kujtesën e sportit shqiptar. Arben Kola, mirë se erdhe në këtë emision. Mirë se erdhe dhe ju ke shtëpia ime, edhe mirë se gjithë. Për ndjekësit tanë bëjmë me dije se jemi në ambientet e mrekullueshme të Bar Amerika, Buz Lumit Drin, aty ku bukuria gërshetohet mjaft bukur me ndërtimin e ambienteve të zotit Arben Kola. Atëherë, zoti Arben, cila ishte indicia se fillimet e para të tuaja që ju do të themi ne u ngjizën me mundjen? Po. Ju falenderoj shumë për këtë emision shumë bukur që kemi marrë me Agustin Cinin, ku kujtoni figurat sportit, të artit dhe të kulturës. Ku Lesha tashmë në demokraci është 5 fishu, nuk është Lesha si ka qenë, po është 5 fishu. Edhe këto që kanë rati jofin figurat e sportit, të artit dhe të kulturës. Pra jo çfarë thoni ju është se Lesha ka çfarë të tregoj edhe për te saj. Po. Unë e kam fillu mundin moshën 10 vjeçare. Si më ka frymëzu ma shumë vllajem Viktor Kola, ka kenë një moshë shumë i mirë, ka kenë edhe po thuj se rrugën e tij ka mjek që unë kam vazhdu sportin e mundjes. Kam dalë se kam pak si vetë emisioni është pak si i vështirë që e keni se unë do të me bë Belulin tash më jo pa qëllim ne për Belulin jo pa qëllim ne unë kam si më ken pak modest jo pa qëllim këtu nuk bjem dakord jo pa qëllim ne e kemi ndërtuar emisionin të tillë pra se cili personazh i ftuar do të rrëfej udhimin e tij dhe udhimi juaj është i bukur, është krenar, është dinitos. Pasi ju keni udhëtuar nga Lesha deri në shtetet ndryshme të botës? Unë do t'i them e kam vështirë të them se për me lavdru veten njëri ka pak vështirë dhe e mira është me fol tjetër kush për mua, po do të më lëm shkurtimisht mi tregu. Unë e kam vazhdu mundin fillim me marim, kam bërë me ta një tjetër me mjeshtër e madh. Nazmi Holla, kur është ndar mundcat, ndar tanjere dhe mundës shumë i mirë që ka dhënë Shqipëria. Edhe jam shumë falenderim se me mua është marrë veçantisht. Nuk ka marrë si tonë mundës atjerë, me mua ka punu në mënyrë të veçantë. është punuar në mënyrë diferencuar, po themi kështu. Me mua po. Unë kam dalë si ti mbledhin pak e gjanët, mos ti hallakasim se kështu i bin me një 2 orë. Kam dalë 3 vjetë kampion me pionjerët. Kam dalë 3 vjetë me të rritë dhe kam dalë 15 vjetë me të rritë dhe kam dalë kampion 2 Spartakiada. Spartakiada kombëtare? Kombëtare. Si janë bën një herë 5 vjetë, si që a bën kampionati olimpik, Spartakiada kombëtare kanë qenë, po thuj se pak ma vlerësuar si kampionati kombëtare. Po kampion kombëtar, se shumë njerëz për shembull kanë dalë në kampionat kombëtar, kampion kanë dalë në Kupën Olimpike. Kampion kombëtar i e shpall ka pas 3 kampionate në vit, munja. Ka kenë kampionati kombëtar, Kupa Europik dhe kampionati individual. Kampionati individual është ba për kush shpallet kampion kombëtar që hyp në podium dhe merr medaljen. Se ke delti kampion në kampionatin Kup nuk e qyt kampion. Dhe në Federatën Shqiptare kush ka marrë medaljen është quaj kampion kombëtar. Sepse vetë kampionati ka qenë i tillë, kampionati kombëtar individual i mundjes. Fjala individual tregon që ka patur midis shumë individëve është shpall kampion. Shpall kampion kombëtar. Që njëri ose ju keni qenë disa herë kampion i kësaj natyre? Unë kam dalë 15 vjet rresht. Edhe kam fitu 43 ndërkombëtare.
Kam marrë 1 medalje arit, 2 bronzë dhe 1 argjendi. Pra të gjitha llojet e medaleve janë të arkivuara në CV-n tuaj të mundjes. Edhe jam mjeshtër sporti? Mjeshtër merituar me sportit, jam dekoruar nga presidiumi i Konvenit Popullor me medaljen Naim Frashi, art. Përpara Edhe atëherë kam marrë titullin mjeshtër imam. Domethënë gjitha titujt që mund t'i marrë një sportist, edhe më kanë propozuar federata për nder i komit. Edhe këtë titull nuk e di ja mund ta meritoj akoma. kush më shumë se sa Arben Kola me gjithë këto rezultate, me gjithë këto arritje, edhe pak kush e bëjtë, me thënë drejtën. Po këtë propozim e ka bërë federata. Federata e Mundjes. Po. Zoti Arben, ju përmendët ish trajnerin tuaj dhe njëherë dhe mundës. A ka ndonjë trashëgimi nga familja juaj përpos vllajt Viktorit për te një brez tjetër? Ja, përveç se vllajt nuk është marrë askush. Dhe a keni lënë një trashëgimi? Ja, nuk ja kam lënë trashëgimi as kam 2 djelë me vajzë, 2 djelëve nuk i kam lënë trashëgimi për një arsye. Nuk i kam lënë për një arsye që ra niveli sportit, jo i mundjes, për ra dhe i futbollit. Nuk është në atë nivel, nërsa në kote... Para viteve 90? Para viteve në kote 90 ka pas shumë nivel mundja, ka pas nivel futbolli, ka pas gjitha sportet. Tani le të bëjmë një krahasim, zoti Arben, të trajtimit, do të thoja unë financiar, të deri në vitet 90 përpara dhe pas vitet 90. Se sa duket kjo mosvëmendja ndaj mundjes ju ka bërë që ju të mos ju kultivoni dhe djemve mundjen. Nuk kam kultivu për këtë arsye, që nuk bëhet se sporti fillon me pasion. Dhe nga pasioni kur bash 18 vjeç automatikisht kalon në interes. Dhe momenti kur kalon në interes nuk ka vlerë me për të sportin. Sot për sot nuk ka vlerë. Po pastaj rritesh 18 vjeç bëhesh dhe familjare, kërkon nevojë familjare pra. Edhe mbrapa kur fillojnë kërkesat e mëdha. E përkthyer ship duhet të paguhet një sportist profesionist, mendoj unë. Man, tan botën paguhen. Profesionistët paguhen. Por Lesha ka nxjerr shish në brezin e vllajten, Lesha ka nxjerr shumë mundësa të mira. Ka nxjerr Zeftomen, një mundës shumë i mirë. Ka dalë 3 vjet rresht kampion kombëtar. Kur ka pas konkurrencë shumë male. Mire më vjen mirë që do të falenderoj edhe Këshillin Bashkiak, edhe kritarin e bashkisë, zotin Pjerindeu, ku rrugë si është Maton Drinit, si bjen Buz Drinit, ja ka njët rruga Zeftoma. Një vlerësim, ka dalë 3 vjet kampion kombëtar. Nuk është njoft në rang venit, njoft në rang kombëtar, jo në rang qytetit. Në qytet. Edhe me plot merit i ka taku. Kanë kënë Zeftoma, Gjetotoma, kanë kënë 2 vllazër. 2 vllazër. Shumë të mirë. Ka kënë Samideta, ka kënë një mundës shumë i mirë, mundës si ka bërë spektakl. Viktor Kole vllem, Qelarifi, një mundës shumë i fuqishëm. Vitor Mala, si përmen edhe Markatuku, një nga Rabosh dhe një shokëjori shumë i fort. Pjetër Zini, Shqyqiri Sokoli, se tashti edhe vindu... Vitet kanë kaluar dhe listimi emra... Kërë live gatrot i fillë. Listimi emra dhe dizimës tjerë. Më vjen kesë së mund t'i kujtoj, dhe për thanë, ka dzërë shumë mundësat fort Lesha. Edhe konkurenca njëna ka ba mundës. Dhe për thanë, unë ma probleme kam pas me kenë informacion në ekip Besilës se sa me kenë kampion kombëtar. E gara ishte shumë e fort. Kishim 4-5 vjet besh. U do të mi rraf 4-5 për shkon kampion kombëtar. Edhe ishte shumë e fort. Atëherë trajtimi ka qenë për me dëshiru, edhe në kodën verit. Se flasim drejt, na trajtimi një gra marrë dhe lek dorë. Tash në tonë botën, tash që kam shëtit një 4 shtete be sportit, në tonë botën shkon për shembull Kemenca nuk ka lek aty. Aty ke dimencë, merr një tabave. Ka shumë llojshmëri asortimentesh. Ndërsa dush, ndërsa na se kena pas këtë shansë. Na kena marrë, unë si kampion atëherë, trajtimi ka keni 125 lek, unë si kampion kam pas 250 lek, por problemi ja këtu,
Se ne kanë pëllën edhe lek dorë, i përdosh dhe për gjana të tjera, jo për vetëm për ushqimin. Se mia... Edhe për nëjë qef të vogël, po themin në të ti se mosha. Normal, tajtimi ushqimor do t'jetë... Tajtimi ushqimor nuk do t'jetë lidhe me lekun. Leku a pun tjetër mrapa, a kupton? Por, ditë thëmë që Lesha ka bo një ekip shumë të mirë, ka rritë që ka delë edhe vend 2 në Shqipëri. Në kampion e Europik, në... Vend 2 Shqipëri, në Nikosi konkurence ka kenë shumë e madhe. Plus, për herë për të flasin dhe Veriu, për thujse, Veriu dhe Jugu, gjithmonë krahi është majtë Tiranës. Ka patër, po themi ne, një përkrahje. Na po munje për shumë, unë kam qenë 50% më e mija, se bëm me kenë 10%, edhe munja ka hilit e vetë, ata hupin Leshe. Gabime teknike, faulat e këto mund të skualifikoni. Nuk ka qatë banë. Diferenca s'kishte mundësi. Nuk ka qatë banë albite. Edhe merit veçantë ka pas shumë, ka pas edhe Nazmi Molla. Nazmi Molla ka kënë një tanjer, se s'ka me dur gjepa, Nazmi Molla ka ardhë me bilbil, ka ardhë me fletore, me rezervë. Me program, me ngarkes, me disiplinë. Ka majtë ngarkesat dhe ka majtë gjitha përditshmërinë e çurisë sportive. Edhe kur ka stërvite, ka me një program, jam hajde burra bëjmë unë. Si shumë të njëre kanë bërë. Sot do të bëjmë këte, nesër evolon të programi në varësi nga paraqitja e sportistit. Profesionist. Arben Kola, veçantë. për audiencën është djali artistit merituar Dednu Lazri, emrin e cilit mban Pallati i Kulturës. Gërshetimi i një familje brenda cilës një artist me një sportist, pasi dhe Dednu Lazri ka kulmet e veta artistike. Mjafton përmendin Flamuj që ka marrë ansambli folklorik i Lezhës në vitin 73 dhe 83, dhe për hir të realitetit Dednu Lazri është dhe autori i këngës që u bë him pastaj në gjitha festivalet. Enver Hoxha tun gjatë jetën. Realiteti duhet thënë ben tani, nuk duhet Unë Dednu Lazri, dhe me thënë, të fillu pritje nik pjetë ndajka dhe të maru ke qërë Stopli, nuk ka dëshmor në Shqipëri që Dednu Lazri nuk ka bakan. Dhe pa shkru, edhe për atë ka shkru kadereja ma shumë se baba jam. Aty ki pas o me shkru mbi Rosburgut. O me ta shkru, ka thënë diku. Pas thuj një poet në Shqipëri që s'ka shkru. Ku ki pas me ika ty, mos më shkru. Do të nanët e mëjnë dhe ne, ben që po i përmeni merin, por shteti çdo shtet ka një udhëheqës. Edhe japri dhe përkes tash, po prapë japri. Ju keni dalë përdej podiumeve kombëtare. Pra për te qenjes kampion kombëtar keni dalë në podiume ndërkombëtare, në aktivitete ndërkombëtare. Si është ndjerë Arben Kola kur ka ngrit flamurin bashkë me medaljen, ka ngritur flamurin kombëtar shqiptar? Të thëmë drejtën në fillim, kena pas një, kur dilshim jashtë, kena dalë për herë parë në Greqi, për shumë. Kam fitu 7 neshje. Kam zanë vend të jetë 7 neshje, në turne botnor, jo turne, me del në turne botnor, kënë si me kënë kampioni i botës. Turne botnor kanë marrë pjesë kampiona botë, kampioni e Europët, gjithë kampionat e botës e të Europës kanë marrë pjesë. Ka kënë si me kënë të del kampion botët. Unë kam raf kampion botë, kam hum me kampion botë prej pikë. Kam hum me kampioni olimpik Gjermanisë, Mike Pullman, për një pikë. 9-0 për mu, për 1 minut, dhe kjo është ajo, thashtë edhe rezistenca, se ne kanë pasi problem. Në fillim, unë i kam praf mundësat, se thashtë edhe herë, mbjenë zërë me përmenë, se mbjenë si me kënë të lavdru veten, për 1 minut 15-0. Po kjo ishte gjohë mirë, po ishte edhe gjohë tjetër. Pse? Ku i rreth 15-0 për minutë, ti nuk bën 5 minuta mune, dhe kur shkon në aktivitetet ndërkombëtare, duket ai si luan 5 minuta, duket shumë i fortë. Po të arrit një nivel, me fjalë, 45 sekonda, ka pas rast mundsa që e keni mundur për 45 sekonda. Shumë naltë, I kam se kur kalon 15-0, munja ka që
quhet superioritet pikësh dhe marrëneshja ndërpritet. Nuk mund të vazhdosh më kur kalon 15 e ndërpret Albitin Nesh dhe çndor. Edhe shpall fitues. Shpallë fitues. Edhe këtë problem e kena pas, domethënë kam pas rasti, kam bon kampionat kombëtar, s'kam lënë pikë teknike. Pikë teknike. Çfarë është pika teknike tani për audiencën? Pika teknike është kur e merr teknikisht, jo për shembull kur e la unë pikën për shembull. Kur e la pikën vetë për shembull nuk quhet pikë teknike. Kur bën një kopë edhe të hedhë nga lart dop, quhet pikë teknike. Nëse ka pikë që nuk quhen teknike, kur unë e la për shembull, nuk bën ai kopë thjesht mos çet ka më mua dhe nuk quhet pikë teknike, a kupton? Nuk quhet pikë teknike. Dhe kjo është pika teknike. Ka pas kampionat kombëtar që unë ka pas kampionat kombëtar që s'kam lënë pikë teknike. Po kjo ishte gjë mirë, po ishte edhe minus për mu. Se e mirë ishte pa 5 minuta munje që unë kur të shkoj në aktivitet që të bëjmë 5 minuta munje. Edhe aty ka pas rast që kam raftë për 10 minuta, e kam fut në tuq për shembull shpalla, por ndërsh kanë kënë neshet Ndërkombëtare. Unë kam bo në Turqi, në Istanbul, kam bo munje me kampion Europë, kampion bote. Bile Polisterka, deputeti, i mundësat më të mirë që ka zërë Shqipënia. Ose më tanë më i mirë, mundës që ka zërë Shqipënia. Ndër më të mirët. Po, kërë kam rafë kampion Europë, më ka përqafu, a dini ka ke rafë, mundës të është Turqisë. Jo, ben, aja është mundës i Turqisë, po është e kampion e Europës. A pa ditë gjanë, se e mira për shumë, kur banë me një kampion bote, ose kampion, e mira nuk është më tanë, se është kampion bote, se ka një impresionim tjetër. Rëndim psikologjik, po theja, unë edhe ngarkesë... Ngarkesa psikologjika shumë e madhe, po e të ush, si na për shumë, kur këna lujtë të herë me Gjermanin, se nuk të ndosh nga me futbol, nuk u fush asë në zonë të rëpsis. A kupte, kështu është edhe munja. Cili si pas se gjatë karrierës tuaj, a keni menduar ndonjëherë se natyrisht gjatë karrierës çdo sportist edhe humbet? Në ndonjë rast të pakët që keni humbur, a keni menduar ndonjëherë për ta lënë sportin? Ose a jeni dekorajuar natyrisht momentalisht, po keni menduar që unë dikush mund të ma marrin për budallek, por unë kështu kam keni frymëzum. Unë kur kam rraf një mundës të t'ja përmen emrin, ka kënë maj mirë Shqipnis, ku ka kënë hekroni saj ministri, ma në shumë duke pa. Dhe i ka thënë Tanjerit Dikolgrima, ka kënë Tanjerit Dinamos, o të gjentisht, të ta marrim Tiranë dhe t'jabim shpinë gardë. Edhe i thotë, Paulinë, që është kjo thotë? Bile ka thënë i kjede me gjumë pak si të rakë, që është kjo malok si Rafi këtë? Ky rreth thotë të mundësit të Shqipërisë e thotë. Orgjen garë ta marrë dhe japë shpim blokë. Dhe unë kam kënë një frymëzum në të mirë që unë knasia jemi ishte një përmen në emrin Lesh dhe Bestidhes. Të më thoshin mu se Arben Kola i Dinamos, sikur më së ma përmen në emrin fare. Sikur së ma përmen. Knasia ma madhe ishte një përmen Lesh edhe Bestidhes. Edhe krenaria. Krenaria ma madhe. Dhe më nuk e imaginoshim me më thanë Arben Kola Dinamos kampion. Sigur nuk e kanë dhënë fare, nuk kanë në lepo. Me kam kënë, kështu kam kënë i brimos, nështë ta kam bo gabim, se për interesat e vetën jo, kush ka shku në Tiranë ka bo shumë ma për kopi, por unë kështu kam kënë i brimosën. Karakteri formohet, nuk... është fiks, formohet dhe nuk ndryshon. Karakteri njërët nuk ndryshon. Mënë e sa dush me bo, është dhe qeshtje... Karakteri nuk ndryshon. është dhe qeshtje trashëgimi, është dhe qeshtje gjenetike, pastaj nuk keni patur si të themi nga të shkoni, sepse keni qenë djali i një emrit një orë dhe një burri me autoritet dhe me emër shumë të mirë në Lesh. Emrin e të cilit e them me shumë krenari fëmijët ju pra ja keni përquar me shumë dinitet. Po, mund vjen ke se baba nuk kam kënë kam kënë i ri, kur ka dek baba nuk kam pa dal kampioni dhe bile i kur i thonë se ka dal vendi në Shqipëri, nuk e besot e thotë, një dili me mrajnë, thotë mua, kuptat. Edhe unë kam pas favor se kam kënë
djali artistit me jetu më të nu lazi, favore është për mua, kuptan. Edhe më thënë, rrugë, bile, më thënë janë, thë, qa ke fitu, thë me mua. Po të kalëzej që ka fitu. I thash, për sa herë kam shku, në shtet, në bashki, ministri, ku kam shku, mu me në hapdyrë për çfarë do lloj halli dhe punë që ka pas. Çfarë do lloj leje që ka marrë. Bile në zdrejë që pas drejtë se ta shkavde. Një shkretari bashkisë. Shkretari bashkisë shumë i mirë. Më pat dhan një leje. Leje ndërtimit. Po nuk ishte vendim i mirë, më pat dhan një leje ndërtimit. Edhe mas asaj shkon një kushin i veti. Me më vanë dhe mua ofër berit lejnë tot, si ja ke thënë berit. Po e thot nasi. Shko t'il t'i nën kampion Europës si ka del gola, ta ja pun lejnë. Bile e kanë cërë ke hëmoj lëzjanë. Momenti bu. Këto gjana, këto favore, mi kanë dhenë nga sporti, se mos kishim kënë sportist, kush nuk ishte njëf mu? S'm ishte njëf njëri. Po t'jerë sa kontributi juaj, ju ka bërë që të merë një emër? Mërë zda herë kam shku në bashki, edhe kur ka kënë kryetari rreth atëherë, edhe bashkia, ministria, në përmjetemi dhe sportit, më kanë kryej punë dhe ti kanë hapë rrugë. Natyrisht jeni ndjerë mirë në... Jo vetëm në Shqipëni, e në kanë botën. Pirë rëdhima, për shkak, kur ka dalë kampion olimpik, kam pas shoshime, ta se u grumlosh në ekip këmbëtar. Pa shka se ai shkoi dhe ngriti flamurin grek, por profesionalizëm. A ke pas shumë favore për kampion olimpik? Jo. Unë kam marrë, tha, kam pas përfitime, po përfitimet më lloja i kam pas ku kam shku në Selanik, kryetari bashkisë në Athinë, më kanë kryer punë shumë lloja, ma shumë kam përfitu nga emri, nga respekti që më dhanë dhe në herë që më kanë bë, se sa kam fitu nga medalja, lekë që më kanë dhënë shteti grek. A kupton? Dhe të në favore. Autoriteti, sportisti, respekti. Gjurmët e lënda në gjurmët e... Unë thash edhe herë kam kënë shumë fanatik për leshën. Dhe më thënë, nuk më ka shku në herë menja, dhe kur kërë dalë jashtë, kanë dalë në kotën verit, dhe më thujnë shumë njerës, a ke pas men morë të disë. Tash me shqit men, po thëmë, asë nërë men nuk më ka shku në herë. Nuk më shkotën men, se thëshim, unë po shkoj Bajqev e me marë familje me ma indërnu nga shnjet të ashtit. Familje me vuj dhe unë me Bajqev, nuk nga shku nërmen. Edhe kur e në hapë ambasadet, unë këna kënë në ekip këmëtar, këna qenë grumullum. Edhe bile në kanë hikë një 2 mundë sa të kuksi. 2 korrik 90. Kanë hikë majë dhe nuk thash edhe jere dhe me më shku me nuk nga shku kur. Se nuk ashtë, i atjerë, njerë se në rëtis, normal, a i mund këtë bon jetë atje, por familja ka vujt. Edhe kjo nuk ka punë, vuj familje, shko bën qefti. Për dishmëria e stërvitjes, tensioni gjatë ndeshjes, a ju kanë bërë ndonjëherë nervoz? Ja, munja nuk dënë nervoz. Në qofë si në sportin e munës do bënë nervoz, ti e ke humë ndeshje. E ke humë betejnë pa fitu? Ajo dënë qëtësi absolute, dënë vemenje, bile ka pas rast. Në ndeshjet kombëtare, më kam marrë 2-3 pikë e para, asë nuk jam dze, kam prit, momentin që kam prit i kam ba kapin, e kam barazu, e kam kalu. Dhe për mund, gabimi maj madhe e mund zërë mundi, në sportin e munës. Pra humbja e besimit, dhe kura imi është... Ja, është edhe në futbol. Në çdo sport? Në çdo sport, që ose dzesh ti e ke humbë davalë. Dhe më thanë, e ke neshin e humbë. Se nëse nuk punon, nuk funksionon më, të unë po funksionon gjak zëtësia. Zëtësia për mua është ma e mira ke munja, sporti munjës. Po në jetën e përditshme, në raport me jetën sportive, si është Ben Kola? Në jetën e përditshme, kjo, që duhet me lëviz ma shumë, se gjithë sportistat, thuj se 90% kalojnë mbi pesh. Jo munja, mundësit, dhe futbollistë i vere, duhet me lëviz ma shumë. Po për shkak se janë privuar në organizëm, për shkak të ushtrimit të sportit. Duhet me lëviz ma shumë dhe me mojë pak peris. Gjë e cila është
pak saje? E shumë e vështirë, e shevet është se di batë ditë. Si ndiheni kur dikush që nuk u adin emrin, ju thrasin ai kampioni i boksit, ai mjeshtri i madh, ha? Ndjeni farë ndjesie? Gjë, unë të thash i fjallë, Lezha është 6 vishu, pys një dorsak. I thash nga je nga dorsi, a njef me doqin jo fitor, me pyt një Lezhan, a njef bën golin, nuk bën vaki. Besoj që nuk bën vaki që të mos thot po. Lezhan, tham, jo këto që kanë në atë dyshin. Flason, jo lëvizjet demokratike. A njef bën golin, e njoft thot, por tash ti thash Lezha peshvishu. I tha ma një me doqin jo, po si e dorsak, po jo, po si e pa i thash se me kene njef ke dursi. Ja, tha kam 5 minuta e lak dursin, po 5 minuta i thash shkoj në Shkozeti. Shkoj në Shkozeti. Por do më të kalëzu këtu se Lezha është bile Lezha, për mas Tiranës, është popullsia ma madhe se mund tjetë 5 fishë, për mas Tiranës. Ndoshta është e lakmuar për shumë rrethe. Ka detin, ka malin, ka fushin, ka raportin, ka gjitha gjanë që mund t'i ketë një qytet e mirë. Shtojmë këtu tani se pjesa më madhe, po themi ne, jabanxhive të para 90-s kanë preferuar që ndrojnë në Lezhë, ndryshe nga rrethet të tjera që kanë ikur, kanë shkuar në Përvendinje apo në Tiranë. Lezhë është shkthyer një, do të thënë, metropol i veriut, për shkak të prurjeve të vazhdueshme. Se këtu ka edhe nga Shkodra, Malësia Madhe, ka nga Kukshi, ka nga Puka, ka nga Hasi, ka nga Mirdita, ka edhe nga Burreli, nga Dibra, pra është pothuajse në fushëlluje lart ka nga të gjitha etnitetet. Çfarë do t'ju këshillonit, ose a ka bërtham sporti i mundjes aktualisht që po flasim në Lezhë? Gjë, Lezhë ka bërtham, dhe ka një palestër shumë të mirë, ku Altin Shefi që bane me kujtu, është një mund, s'ka ke një mund shumë i mirë, e ka shumë pasion mundjen, por nuk bëhet sporti me sponsorizimi. Sporti do të bëhet me ligjë. Si që ka kenë kotën verit. Unë kam pas pesorshin, kam punu djenë 12, nësë kam punu kur sportiste, dhe më kanë fot sa me... Po, të paktën të regjistrojnë një ndërmarrje keni qanë. Ke pas të ajti mushimor, s'ke punu. Dhe ajo një bëhet vetëm me ligjë. Një sportist, s'po thamë... Profesionist, po themi ne tani. Kotën verit, dhe një parë direkiteti ka pas të ajti mushimor. Sot nuk ka kampioni. Ti du të bashkë, s'po thamë veni parë direkiteti, por veni parë direkit i treti do të ketë, tretin do të ketë rrogë. Dhe qofse, ai nuk do të jetë profesionist, çdo njeri i thash, në moshën 18 vjeç kur i fillojnë kërkesat, ai o fillon i punë, o heka shtetin. Nuk është shumë e vështirë për me bë, se ta thashë në fillim, sporti fillon me pasion, dhe kalon interes, automat kalon interes. Nuk kam një herë si ka bën sport shumë për qef, prim fjellë me djerë në fërnë. Thash edhe i futbolist, ideal që mendon me bën, unë i kam fut 2 djerë me futbolin për shemë, e kam pasë se s'ka në talent. Kam menu dhe me fut në futbolin për me lujt me ekipit e Europës. Të danë menu, se kam menu me bën djerë futbolist për me lujt në kalqeto. Për me thëj gamë, gjithë se kush e menen për me një tartë. Për të bërë profesionist, për të shërbyrë tartë. Për shkaj thëj kamë me dur, thërë pasi dhe i ndërres. Pra ju thoni që qeveria, Ministria Përkatëse e Linjës, du të atriboj... Shtetit do të abojnë me ligjë. Si futbolit, si muni, si gjitha sport do t'i bojnë me ligjë. Kampionit një dhanë qëjta. Dhe veni i 2 dhe i 3 do të ketë i farë sponsorizimit, a kupton se nuk vjen kush. E rëndësishme është ajo që thatë dhe ju që është ruajtur bërthama dhe tradita e mundjes në Lezhë dhe po e vazhdon si shtat ju, Altin Shefni dhe i cili meriton të përgëzohet. Edhe një se po më kujtojt, po në gjallë bises, ka kenë një Arbendeta, ka dalë kampion Greqijet, edhe
ka pas shumë favor, me dal kampion Greqit, ka pas shumë favor në Greqi. Dhe sot është i martu në Greqi, e ke dhe ka jetë shumë të mirë, ka del 2-3 herë kampion Greqit. Ashtë nga Grykzesa, ka këtë një mund shumë, ka shku mund së prikto, ka del nga Durrës e Zuk, nga Zbimvollës, se i thojmë Zukut, i thojmë Bletan. Zukut, po, Zukut, edhe ka del nga Durrës e ti, vetëm se ka del kampion Greqit, ka pas shumë favore. Tu me del kampion Shqipërit, nuk e di se ka një favore. Me sa më mendon ose me sa më kujtohet në një anketë ose një klasifikim ndërkombëtar do të thoja, Arben Kola është përfshirë në 15 mundësat më të mirë të gjithë botës. Po, është të vërtet. Diku në 91-shin mos gaboj apo 92-shin? 92. Për çdo vit shpallen 15 mundësat më të mirë në botë, në gjitha peshët. Dhe më thënë, në 15 e botës. Edhe bile unë nuk e dita, ka ke një Koqo Mikarezi, ka ke në sekretari i Federatës Smurit Shqiptare. Në vendin e 11 me sa di unë, jeni renditur? Nga Federata Botnore e Mundjes, ka ardhur një shkresët të kuti i shpall në 15 muaj i shpall i 11-in, 15 mundësat më të mirë të botë e ka shpall Federata Botnore e Mundjes, dhe ishe i knasi shumë e madhe, kur më tha. Knasi, vlerësim, derë dhe për qytetin e Lezhës, derë dhe për Shqipërinë, për kombin. Për një periudhë kohë ju keni qenë edhe antari i Këshillit Bashkiak të Lezhës. Po. Na thoni diçka rreth antari i Këshillit Bashkiak kam qenë dhe kam marrë vota ma shumë kam dalë forcë të tretë, mas 5 e 5. Kjo thash është aja parë si thash puna e sportit. Njohja. Votat mu mi kanë dalë thjesht për respekt për sportit, se mos kishim kënë sportist. Kush pishtë të lanë votë? Dhe kam dalë forcë të tretë, mas 5 e 5 për antarë Këshillit, kur ka kene bashkia vogël, jo bashkia vogël. Bashkia vogël, po. Edhe kam dalë forcë të tretë, pra kjo është sporti, se e tjetë të respektojnë në përmjet sportit në botë. Pas një periudhe të gjatë, vjen një moment që ju e latë mundjen. Si jeni ndjenë ato periudat në momentin që vendoset për ta, sepse është mosha, janë shumë faktorë, jeni ndjenë pak si... Për hirtë vërtet, me sport mujë si kam, më rrenë mene si me një mujë servitje delë prapë kam bjallë. Edhe në këtë moshë jam pse, është nivelli, nuk është nivelli, pra nuk... Edhe kur e kam lanë sportin, e kam lanë si nuk kishte më interes më shku. Edhe thashe çdo gjë, sportin e mund do të shkuet me ligjë. Kur shkuet ligjë, atëherë sportin do bën përpara. A mendoni që për t'ju rikthyer Mundjes tani në rol tjetër, në rolin e mentorit, në rolin e trajnerit, në rolin e mendon ndonjëherë Arben Kola që do të ka shku menja. Ka shku menja në rolin tani, por të thash edhe herë. Me shku kapitalizmi dikton kapitalizm. Që si ti nuk paguash, që të kohë e humë. Tu ma mirë por rimerë me i pun tjetër, se sa shkoj aty të shkram tapet e të hupi kohën gjithmonë. Thash e pane, thash sporti, thash edhe herë, ka interes. Nuk ke interes, nuk e vërtet në sporti. Jo mundin, po asiloj sporti se vërtet. Nëse do t'ju kërkoj ta përmblidhit në një fjali udhëtimin tuaj sportive me sportin e Mundjes, cila do të ishte fjalia ose çfarë do të thoni? Fjalia, kush merret me sport është i fituar gjithsesi. Sporti të largon nga veset e këqija, nga pijet, nga shoqënia keqe. Kush merret me sport është gjithmonë i fituar. Gjithmonë i fituar. Edhe nëse nuk ke interes financiar, sporti të largon nga çdo vesë i keq. Bile, kur kam hyrë fillimisht se kam qenë fëmijë shumë i levitshëm, më thotë baba, a ka bëni, thotë Vitor, a ka bëni sport pse thotë më mirë shkojnë bëjnë sport sa ta merren me një budallëk tjetër, a kupton? Se ishim shumë i levitshëm, a kupton? Edhe një variant ishte që më largu nga veset e këqija me më çu për sportin. Dhe kur shkos për sport, vetë ju vinë të largu vese, se
keme moj regjime, keme bo sporte, ke haninat mrapa, po të rëzoj njërin servitje, ke qef me rëzu në nese, fillën mon regjime, a vetë loja se... Pra të kultivojnë... Po, të kultivojnë vetë, po futë me sportin, a vetë punës... Ambicjen, dashurin, me moj regjim. Me moj regjim. Miq të nderuar, i kemi dhënë fund këtij bashkëbisedimi, udhëtimi me zotin Arben Kola. Kaluam në për shtigje, do të thoja unë, të jetës së tij sportive. Diçka nga jeta familjare? Jeta familjare, jam i martuar. Po, tha 2 djem me një vajzë. Kam me 3 fëmijë, se në martuar të ri, se në martuar se në atë kohë, kur ka lëshë 25-6 vjet, i ka hik kohë. I ka hik kohë. Dërse tash jam martuar 21 vjeç. Kam vajzën e kam me 3 fëmijë, kam 2 djelë. I bëdhe gjyshe e vonë. Jam shumë i kënaqur. Por jeta vazhdon. Për ne, zbashku me Agustin Sin, ndoshta jeni personazhi më i veçantë për shkak dhe të natyrës tuaj, për shkak edhe të sportit që keni ushtruar. Një sport dinamik, një sport që don grind, don forcë, don përkushtim. Cili do të ishte mesazhi juaj eksplicit, i drejt për drejt, për ata që duan të merren me sport dhe sidomos me ata që duhet merren me mundje? Unë i bëj thirrje gjithë rinisë, do të merren me sport. Sporti vallë parë zhvillon trupin. Zhvillon mendjen, se sporti është antistres. Edhe doktorët kur duhet mi thënë me bo ece, thotë, pse vetë lëvizja ece i bëj thirrje çdo djalë të ri, vajzë të re të merren me sport. Sporti të edukon, sporti të bën të njoftun, sporti ka tanët mira. Çdo njeri edhe në Blesni është e mirë mu marrë me sport, se bën mirë për shëndetin. Ja ma kur i ri. Ju bëhen rreth 6 dekada që e shihni Lezhën duke u rritur. Si e shihni qytetin e Lezhës sot? I herë qyteti i Lezhës, se na për herë vërtet njeriu është pak i vogël nga natyra. Ne kur na preket në i darresi na dëla me të hangër gjallë. Por për herë vërtet kryetari i bashkisë Perindreu ka pru fonde në Lezhë që asnjë kryetar bashkie nuk i ka pru. Dhe është i vetmi kryetar bashkie që vjen në orën 8 pa 5 ke puna, edhe del në 4 sahati. Është se na tash kur da preket në darresi na të kthejmë fit. A kupton? Por për herë vërtet që ose na të shohim pak më larg, Perindreu e meriton me gjithë shpirt. Edhe ai që nuk është me Perindreu, do t'japin votën për arsye. Po bjen fonde. Ne kena pa se do të përmend kryetar bashkisë. Ne kena pa kryetar bashkisë tash fondet na bashkojmë se politikisht janë. Thotë, ti s'me votën për çfarë po të bi fonde unë di thotë. Ti të më shoh me libe shtëpi televizor, po të bi lek ty, po të bi fonde. Perindreu është, thash edhe herë, dhe kal me shku vite, nuk kal me arman si Perindreu. Se është korrekt që vitesh merr një telefon marr, bie Perindreu, të hap në sekondë, s'do nuk e shef, nuk të hap alor në përgjigje. Ne kena bërë kryetar bashkisë, nuk na kanë hap telefon. Marr, bile një person këto. Tha, ben du me taku kryetarin bashkisë. Merr në telefon, po s'ma hap. Merr në telefon, thash në Alezhan, në qosi s'ta hap, hajde se kam bërgjën. Ira, kërën në zile ditë, boni, me hapi. Kja është pra kryetari bashkisë. Kryetari bashkisë a me qa hatë e poplit. Tash ti, se na prishe qefi për i diska na vjellim gjak pra tjetin. O qosi na dëshojmë për ma largë, Perindreu për çdo ditë e bën një ndryshim. Për çdo ditë e bën një ndryshim. E ka bo Lezhën në qytetet më të mirë që ka Shqipëria. Edhe plus se sa do vinë fonde prapë. Edhe kjo është një diçka e madhe për Lezhën. Është shumë diçka e madhe. Se t'ishte një kryetar bashkisë që nuk është për mu qeverisja
venore me qendorin do t'jenë një. Se në qosi njona nuk janë njona partia është nësh e qeverisja qendore nësh, nuk kanë funksionu në lidhe me fondet. Dhe kena fatin që na Të dy linjët e pushtetit të dy linjët si Pjendreu si e Drama janë në një linje dhe është zotësi e Pjendreu që ka po tanta fonde. Se ka janë dhe tjerë socialista, po fondet që ka po për nuk i ka po kush. Flasim për realitetin. Me këtë prononcim dhe falenderim ndërkohë për kryetarin e Bashkisë Lezhës, të cilin edhe sipas meje e meriton, pasi kemi parë një zhvillim të Lezhës gjatë këtyre viteve ose gjatë mandatit të tij edhe mandatit parë dhe të dytën. Japim fund këtij emisioni duke falendëruar përzemërsisht zotin Arben Kola që ishte i pranishëm në këtë emision dhe ndau me ne udhëtimin e tij sportiv. Edhe për ju shumë falenderit. Deri në emisionin tjetër, miru u takoshim së bashku me Agustin Cinin.